Qytetarët kanë mirëpritur vendimin e Gjykatës Supreme për shfuqizimin e disa neneve të rregullorës Prishtina Parking. Metoda e bllokimit të veturave pas 10 minutave pa e bërë pagesën dhe forma e pagesës vetëm përmes telefonit ka qenë e padrejtë sipas tyre. Mu ka duk vendimi i drejtë. Jo, nuk ka qenë e duhur, edhe ka qenë vendim shumë i padrejtë i autoparkingut, ose si quhet ajo kompani? Prishtina Parkingut. Mu nuk më ka rastis, mirë po kam lexuar që ka pas shumë raste që kanë pas probleme, kanë pas të lashe, ama unë personalisht nuk kam pas. Një qytetar i cili jeton në fushë Kosovë, po ashtu e është gëzuar vendimit edhe pse këtë e sheh si lojë politike mes qeverisë e nivelit komunal. Absolutisht e gabune, sepse komuna i ka rregullat e veta, qeveria të vetat, po me këtë qeveri, inshallah Zoti na ruan. Jo, nuk është në rregull. Pse ka njerëz që ndoshta nuk mundin me pagu. Jo, është bo problemi. Jem Kosovë, inshallah vjen ditë më të mira, se herë për herë. Ndonë se nuk foli para kamerës, taksisti ilegali tregoi Kiksit se bllokimi i veturës nuk është forma e duhur që Prishtina Parking e ka praktikuar. Sipas tij, gjobat janë të mjaftueshme. Jo, dhe ma mirë me pagesë. Unë vetë se kom pagu dënimin në Maqedoni. Ma kanë bloku. Lidhur me vendimin e gjykatës, Kiksi ka kontaktuar edhe me kryeshefin ekzekutiv të Prishtina Parking Sokol Havulli. Mirë po përmes telefonit, ai ka pohuar se nuk flet për emisionin Kiks Kosova. Alo, përshëndetje zoti Havulli, apo më dëgjon? Po. Jam Genta, jam gazetare në emisionin Kiks Kosova në Klan Kosova. Na shtas po të pengoj diçka. E cëllës media? Klan Kosova. Cëllë emision? Kikse, Kiks Kosova. Po mi kesh në të përgjizna për juve, sepse një herë mi keni deviju deklaratat që i kom dhe për juve. Nuk po besoj që janë shtrëmbru deklaratat, me gjithat unë e thira më na dhoni koment për vendimin e Gjykatës Supreme Karshi Rregullorës. Për çka më ke thirrë ti, e din tashmë qendrimin tam, ta vash, që nuk japu në prononcim për emisionin me ju, sepse mi keni shtrëmbru deklaratat. Faleminderit shumë. Se çka do të ndërmarrë tutje Komuna e Prishtinës, Kiksi ka pyetur këtë të fundit. Ky institucion ka thënë për Kiksin se vendimet që i ka marrë gjykata do të respektohen, duke mos dhënë detaje tjera se a ka ndonjë propozim të ri të rregullorës. Vendimet e Supremës janë vendime që duhen respektuar e zbatuar, nga se janë edhe të shkallës së fundit. Sa i përket organizimit të sistemit gjyqësor të rregullt në Republikën e Kosovës, kurse për pyetje dhe detaje tjera në PL, Prishtina Parking ka autonominë e veprimit dhe kompetencën funksionale për t'ju përgjigjur, sepse operon duke pasur menaxhmentin e saj të lartë dhe hierarkinë tjetër. Vendimi është mirëpritur nga opozita komunale në Prishtinë, të cilët kanë kërkuar respektimin e vendimit si dhe ndërprerjen e menjëhershme të çdo veprimi të palegjshëm nga ndërmarrja. Ky vendim i gjykatës edhe një herë është një reflektim mbi paligjshmërinë e vazhdueshme që përparim Rama është duke bërë në kryeqytet në Prishtinë dhe shpresoj që ky të jetë një shembull që do t'i mush mend që mos të vazhdojnë me shkelje ligjore dhe me procese tjera në kurriz dhe në dëm të qytetarëve. Sipas Redkocerit, Komuna e Prishtinës është fajtore për këtë situatë, të cilët votuan miratimin e kësaj. Dhe ne në asnjë mënyrë dhe me asnjë kush nuk jemi pajtuar që të vazhdojmë një bashkëqeverisje në dëm dhe në kurriz të qytetarëve duke bërë paligjshmëri. Në mesin e tyre ka qenë edhe kjo rregullore, e cila është sjellur të ndryshohet me një farë ngutije ku i ka jap kompetencë një ndërmarrje që është ekonomike tek e fundit të bëj rolin e policëve me konfiskimin e automjeteve apo me bllokimin e automjeteve të qytetarëve, ku kjo do të mund të prodhojë pasoja të tjera për qytetar. Qytetarët shpesh janë ankuar për parregullsi me shërbimet që Prishtina Parking ka ofruar për konsumatorët, sidomos pagesa përmes telefonit, për çka shpesh nuk ka funksionuar edhe pse kanë bërë qytetarët pagesën.